i vetmi moment në të cilin ti mund të kuptosh që ky njeriu që un kam përballë dhe po paguaj lekët për këtë njeriu. I vetmi moment që mund të kuptosh që ky njeriu actually cares about me është nëse do vi një moment që do ju ballafaqoheni dhe ndiheni sikur i përkisni të njëjtës shoqëri. Po. Njerëz të tillë duhet të flasin për probleme politike, për probleme sociale, për probleme ekonomike, kulturore etj. etj. Nuk kanë opozit brenda vetes së tyre. Do me thënë të vetmit njerëz që ata i bien janë njerëzit të cilëve emisionet në të cilat punojnë kanë hasmëri. Ke parasysh? Nuk kanë një identitet. Nëse do donin të riktheheshin, do duhet të zhbënin të gjithë karrierën e tyre. Dhe unë e kuptoj që është e vështirë ta zhbësh këtë karrierë që ke. Dhe e kuptoj që është e vështirë ti tregosh një version vulnerabël tëndin publikut. E kuptoj që është e vështirë për Ermalin të flas për prapaskenat me Zamir Mamet. E kuptoj që është e vështirë për Albano të flas për prapaskenat e 2XL. E kuptoj që për Besin është e vështirë të flas për marrëdhënien e tij me si e ka emrin, Xhensilën. Po në fund të ditës janë këto gjëra që na bëjnë neve njerëzor. Dhe ata e kanë kaluar këtë cak njerëzëllëkun. Nuk janë, e kanë humbur. E kanë varrosur ata në vetëm. Yes, edhe më vjen keq